Mirë se vini në Alkos Lab. Unë jam Islam Zuzaku, profesor i kimisë. Këtu do të mësoni bazat e llogaritjeve në kimi dhe shumë detyra tjera interesante, se çfarë kam përgatitur për sot, do ta shihni në vazhdim. Përshëndetje. Për sot kam përgatitur këtë detyrë. Sa atome hekur ka në 5 gram hekur, nëse masa e një atomi të hekurit është 9/274 herë 10 në fuqinë -26 kg. Pra, nëse supozojmë se kemi një gosht me 5 gram hekur, po na intereson të dimë se sa atome hekuri ka në këtë gosht. Këtë shumë thjesht mundemi nëse marrëmi këtë analogji, se kemi një qese me karamela dhe masim, gjithsesi e përshojmë masën e kësaj qese dhe masën e një karameli të vetëm. Edhe i pjestojmë edhe do të gjejmë shumë lehtë se sa karamela i kemi në qese. Pra rasti është i njëjtë. Këtë gosht të hekurit, masa e së cilës është 5 gram dhe masa e një atomi të vetëm është kjo. Tash i pjestojmë këto dhe do ta fitojmë numrin e përgjithshëm të atomeve që janë në këtë gosht të hekurit. Për llogaritje përdormi këtë shprehje, pra me në shërojmë numrin e grimcave thërmia, çfarë do të qofshin ato, në këtë rast të atomeve, m është masa në gram, a është masa në kilogram për një atom është fjala, do të thonë 9.274 rreth në fuqinë -26 kg për një atom. Tash në vend të x zavendësojmë simbolin e hekurit dhe kemi se numri i atomeve të hekurit në 5 gram pjesëtohet me masën e një atomi të vetëm të hekurit. Mirë po tash këta kilogram duhet të i shndrojmë në gram dhe i zavendësojmë në këtë shprehje. Dhe pasi të kemi pjesëtuar, gjithsesi pasi të kemi përdorur vazhdimisht një kalkulator të përshtatshëm shkencor, do ta fitojmë këtë rezultat. 5.39 herë 10 fuqinë 22. Ky është numër jashtëzakonisht i madh. Pra, numri i atomeve të hekurit është 5.39 herë 10 fuqinë 22. Këtë numër mund ta shkruajmë edhe kështu. 53, 900 edhe 6 qifte të 0, gjithsesi 18 0 herë 10 fuqinë 0, që është një herë, kjo është prapë kjo shprehje. Tash nëse shkojmë që këtu e hekim nga një 0 dhe shtojmë në eksponent, atëherë do të fitojmë një shprehje kështu të përafërt për ta kuptuar më mirë, domethënë kemi 53.900 herë 10 në fuqinë 18. Nëse kërkojmë në literaturë në numër kaq të madh, ky numër pra me këtë eksponentin 18 do të jetë, pra në rastin tonë 53.900 eksa atome hekur, ose 53.900 trilion atome të hekurit. Nëse dëshirojmë të shndrojmë këtë edhe në numër tjetër me fuqi të bazës gjithsesi të eksponentit 21, do të themi se kemi 53.9 zeta atome hekur, gjithsesi 53.9 triliard atome të hekurit. Domethënë në 5 gram kemi një numër jashtëzakonisht të madh të atomeve të hekurit, që do të thotë se atomi është shumë i vogël. Për këto unë kam përdor sistemin ndërkombëtar të njësive matse, një libër më i vjetër që e kam përdorur kur kam qenë student, po tash ka dalë një version më i ri nga profesor Skënder Skënderi dhe Besnik Skënderi, që është shumë i përshtatshëm për këto shëndrime. Kaq është për sot. Ju faleminderit për vëmendjen e juaj, besoj se ju pëlqeu kjo detyrë dhe do të ju shërbejë në zgjerimin e njohurive të juaja. Shihemi në detyrën tonë të radhës, deri atëherë, mirëmbëjtje.